po e kuptoj rëndësinë që vendi me pas buxhet dhe për asnjë arsye dhe në asnjë moment mos me pas situata ku nuk mund të kryejnë pagesat për gjitha kategoritë. Mirë po, ne tregum vullnet mirë, edhe jam I bindur që kemi bërë mirë, që kemi votuar vendimin për zgjatjen e shfrytëzimit të ndarje buxhetore. Edhe sot tregum vullnet mirë, sepse votuam që kjo pikë era në ditës vendoset sot, sepse kërkon shmangje prej procedura dhe kërkon 2/3 e votave të pranishmeve. Nuk e kuptoj pse kjo urgjencë ka që madhe, ne nuk dojmë dhe nuk lejojmë vonesa. Po pse kjo urgjencë ka që madhe, po vetëm 2 arsye me shkojnë ndërmend. E para, që ti pamundsojmë deputet, pozitës dhe të opozitës, që me diskutimet e tyre, sigurisht se të shprejnë edhe kritika, mirë po t'jepin edhe propozime, edhe alternativa, që sigurisht ndikojnë pozitivisht në këtë dokument ka së rëndësishëm që po shqyrtojmë sot. Dhe e dyta, nuk du me besu, sepse vendi ka nevojë për institucione, ka nevojë për stabilitet, dhe nuk du me besu që kjo çështje lidhet me rastin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Projekt buxheti I propozuar për vitin 2026 është buxhet që menaxhon status quo-n. Kjo si rezultat I rritjes së shpenzimeve operative dhe posaçërisht të transferet dhe subvencionet. Kjo ndikon në rritjen e konsumit, në periudhë afat shkurte, po në periudhë afat gjate, si rritje e shpenzimeve rrjedhëse e zvoglon hapësirën për investime kapitale. Këto shpenzime të rritura për subvencione dhe transfere e zvoglojnë hapësirën fiskale për periudhat e ardhshme dhe sigurisht se do ndikojnë në pamundësinë e zgjerimit të bazës prodhuese dhe eksportuese. Këtu vrehet që ka mungesë të investimeve për sektorët strategjik në Republikën e Kosovës. Disa indikatorë të rëndësishëm makroekonomik dhe financiar tregojnë përkeqësim. Importet në vitin 2025 kanë rritje 11.3% dhe kanë arritur në mbi 7 miliard. Eksportet janë 942 milion, që shënon një rënje të lehtë prej 0.2%. Dhe kjo ka ndikuar në përkeqësimin e deficitit tregtar, ku deficiti tregtar për vitin 2025 e kalon shifrën e 6 miliard eurove. Po, ka rritjet eksporteve vitet paraprake, jo në vitin 2025, ka rritjet importeve dhe ka përkeqësim të deficitit tregtar. Kemi një përkeqësim të mbullshmërisë së importeve me eksporte. Në vitin 2024, mbullshmëria e importeve me eksporte ka qenë 18.1%. Në vitin 2025, kjo ka rënë në vetëm 13.3%. Dhe kjo rritje e importeve është faktor I cili ka ndiku edhe në rritjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Rritja ekonomike reale përjashton vitin 2021, ku kemi pas një rritje mbi 10%. Dhe kjo ka ardhur si rezultat pas një viti pandemik, viti 2020, se s'mund të trajtojmë to si të shkuputura njëna prej tjetrës. Ku në vitin 2020 kemi pas për herë të parë si Kosovë rritjen me normë negative prej 5.34%. Ndërsa vitet vijuse norma e rritjes ekonomike është sill ato dikon rreth 4%, këtë vetë, në fakt për vitin 2025, vlerësimet janë se norma reale e rritjes ekonomike do t'jetë nën 4%. Uroj që kjo t'jetë më e lartë. Likuiditeti në sektorin bankar është duke u përkeqësuar. Raporti kredi depozita ka arrit dikun të 90%. Ky raport ka ndikuar që të rritet norma e interesit në depozita.
Rritja e normës së interesit në depozita automatikisht reflekton në rritjen e normës së interesit në kredi. Kreditë bëhen më të shtrejta edhe për ekonomitë familjare edhe për biznisin. Inflacioni vazhdon të rritet dhe sidomos kemi një rritje enorme të çmimit të energjisë, tujt, bukës, qumshtit, mishit dhe gjithë artikujve tjerë të shportës bazë dhe kjo ka ndikuar në përkeqësimin e standardit të jetesës qytetarëve të Kosovës. Zoti Kryeministër, ju në ditët e votimit qeverisë e prezentuat një ekspoze. Kishte gjërat nevojshme në atë ekspoze. Problemi qëndron që shumica prej tyre nuk janë të reflektuara në këtë buxhet. Nuk janë të reflektuara as në vitin 2025, as për vitet vijuse. Dhe diçka që ka se ka konstruksionin financiar jetë në nivel të projekteve ideore dhe presin ndoshta në një periudhë në të ardhmen që të realizohen. Ju premtuat pagë mesatare mbi 1.000 euro. Dhe nëse shikojmë pagën mesatare për vitin 2024 në sektorin publik, është 668 milion euro. Në vitin 2025 ka pas rritje të pagës për një koeficient dhe thojmë që ka shku në 770. Dhe për me mri paga mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro, duhet ketë rritje të pagave për 30%. Dhe kjo, tabelen për vitin 2026, 27 dhe 28 nuk është reflektuar sepse mosa e pagave e mbulon pagën e 13 dhe jo në tërësi dhe mbulon numrin apo vendet e reja të punës që planifikohen të hapen. Shtesat për fëmijë, për kraja për lehonat dhe kur e shikojmë pozicionin të subvencionet dhe transferet e kemi në rritje për 17%. Kjo është e mjaftueshme vetëm sa për të mbuluar koston e rritjeve aktuale. Nuk ka diçka mbi këtë kosto. U përmenden investimet në Trepç. Pa thonë anë minjera, a minjerat ekzistuese, hapjen e minjerave të reja, kapacitetet e reja apo kapacitetet ekzistuese për punuse, përmes investimeve private, a dojna me privatizu Trepçen, a dojna me koncesionu, a kemi linja kreditore dhe ka i kemi linjat kreditore, këto nuk kanë asnjë përgjigje në këtë dokument. 50 milion euro për studimin e burimeve natyrore, as një cent në buxhet. Resortin e Dugaxhinit, 500 milion euro për Brezovicën. Qysh, përmes investorëve privat, kur, përmes buxhetit. 100 milion për investime për Mërgatën, as një cent në buxhet. Rehabilitimi Kosovës A dhe B, as që në buxhet konkrete. Projekte të kogenerimit, Unoza e Prishtinës, nuk është në buxhet. Për ma tepër leqës është në buxhet Unoza e Prishtinës. Po buxheti komunës Prishtinës nuk është pjesë e këtij buxheti fare. Po i drejtuar në Ministrit Financave, zoti ministër, për me u bë pjesë e buxhetit, në obligon edhe këtë draft ligj, cilin po e diskutojmë, në një 6 e tij. Se thot, një buxhet i cili nuk është aprovuar në kohë, apo nuk është aprovuar para se buxheti të aprovohet. Dhe ky buxhet ende nuk është aprovuar. Të lutna që me u bë pjesë e këtij buxheti sepse pavarësisht cila parti politike e udhëheq një komunë e posaçërisht kryeqytetin ka nevojë të përkrahet. Në asnjë mënyrë pengohet për disa çështje teknike u fut buxhetin në sistem as u fut. Hapni sistemin atje, japni pak më shumë kohë dhe bëni buxhetin e komunës Prishtinës pjesë të buxhetit. Programi i rrëmkëmbjes ekonomike. Kjo ka qenë një program i cili për herë të parë është fut në pandemin Covid. Po vazhdon. Kontingjencat Ministrinë e Financave janë rreth 80 milion. Kjo është ndërhyrje në kompetencën e kuvendit. Nuk mundet kuvendi me dhë autorizim, nuk ka mundësi 80 milion të jenë pjesë e buxhetit dhe të autorizohet një ministër i cili t'i ndonë sipas rasteve. Të kaluarën rezerva buxhetore ka qenë 10 milion. Dhe ka qenë 5 milion shpenzime rrjedhëse, 5 milion
shpenzime kapitale. Sot, për te rezerves, po flosëm, janë disa tjera që janë për ministri tjera, po kjo është 80 milion. Për 80 milion, cilat ky kuvend nuk e din, nuk e ka informacionin për çka do të përdoret. Kemi dëmën bujqësi, 3 milion fermi mbulu, dëmën bujqësi është pak. Stadioni futbollit është pak. Kompleksi Adem Jashari, shumë simbolike.